Më shumë se 1000 njerëz kanë humbur jetën në Myanmar, dhe mijëra të tjerë janë plagosur pas tërmetit shkatërrues me magnitudë 7.7 ball. Qeveria e Juntës në Myanmar njoftoi një rrjedhë dramatike të numrit të viktimave, ku deri më tani janë konfirmuar 1002 viktima dhe 2376 të plagosur. Shumica e viktimave janë në qytetin e dytë më të madh të Myanmarit, Mandalay, zonë më afër epicendrës së tërmetit. Një ekip shpëtimi në Mandalay tha se njerëzit po kërkojnë me duar në rënoja për gjetjen e të mbijetuarve. Në Bangkok të Tajlandës, operacionet e kërkimit janë duke vazhduar pasi një ndërtesë e papërfunduar u shemb. Rreth 100 punëtorë rezultojnë të zhdukur, ndërsa 6 të tjerë humbën jetën, sipas zyrtarëve të qeverisë lokale. Ekipet e shpëtimit në Bangkok deklarojnë se në rënojat e ndërtesës së shembur janë zbuluar të paktën 15 njerëz të gjallë. Raportohet se të mbijetuarit janë shumë thellë në rënoja, rreth 5 deri në 10 metra. Punëtorët planifikojnë të përdorin makineri të rënda për të hequr sa më shpejt pjesët e ndërtesës së shembur. Pas kësaj tragjedie, Bashkimi Evropian ka njoftuar se do të jap 2.5 milion euro ndihmë për Myanmarin. Kjo ndihmë humanitare do të shërbejë për shpëtimin e jetëve dhe nevojat që kanë njerëzit që u prekën nga kjo katastrofë natyrore. Po ashtu, edhe Korea e Jugut do të ofrojë $2 milion ndihmë humanitare për Myanmarin përmes organizatave ndërkombëtare si ndihmë fillestare, tha të shtunën ministri e saj e jashtme. Tërmeti me magnitudë 7.7 ball Richter goditi dje Myanmarin qendror në një thellësi prej 10 kilometrash. Ai u pësua pak minuta më vonë nga një pasgoditje me magnitudë 6.7 ball. Instituti Gjeosizmik Italian tha se goditja kryesore ishte 300 herë më e fuqishme se ajo e Ametris në vitin 2016. Ndërkohë, Shërbimi Gjeologjik i SHBA-s një ditë më parë thanë se vdekjet mund të variojnë nga 1000 deri në 10.000. Marrja e informacionit nga situata në Myanmar ka qenë e vështirë, pasi vendi ka qenë në trazira politike që kur një junta ushtarake mori pushtetin në një grup shteti të vitit 2021, miliona njerëz janë zhvendosur nga luftimet e vazhdueshme në vend.